Përshëndetje për të gjithë juve të dashur shikues të Radio Televizionit Liria prej studios së emisionit Rrese. Po takohemi bashkë edhe këtë të shtunë me mua dhe me musafirën time. Sot, duke qenë se jemi në muajin e Ramazanit, në fakt në 2 javëshin e fundit, e kemi ftuar në studio një teologe për të biseduar për një temë që ndoshta dëgjohet shpesh, por që sa më shpesh që dëgjohet, aq më e madhe është edhe nevoja për me ndëgju për këtë temë, sepse ka të bëjë me mbështetjen me Zotin, është tevekuli. E dëgjojmë kalimti ndoshta ndonjëherë me përkushtim, por prapse mbështetja në Allahun është prej ibadeteve më thelbësore edhe më të rëndësishme, kështu që do ta diskutojmë sot si temë me teologën Rabie Çallaku Mahmuti. Rabi, selam aleikum, mirë se erdhe. Selam rahmetullah, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën. Allah të nderoft që e ke ndakuar me qenë bashkë me neve. Edhe inshallah ti pranon si ibadet këtë ndarje të kohës, se është sfidë pak në Ramazan me dalë, veç mas kur je nanë dhe kur je dhe angazhime tjera. Sa i përket temës, kemi vendosur të flasim për tevekulin, ndoshta është çështje shumë e gjanë, është çështje shpirtërore, ka të bëjë me zemrën dhe jo rastësisht ndoshta e kam përzgjedh edhe këtë temë. Ka të bëjë ndoshta edhe me atë personalen, normal si musliman paraprakisht, është temë shumë e gjanë, po thjesht kemi vendosur me fol disa copza ose thjesht një lloj përkujtimi me bota më shumë bukur e bën edhe hyrjen te. Është një temë që ka nevojë për përkujtim të vazhdueshëm për neve si musliman. Po jo rastësisht tash e kam përzgjedh këtë temë. Pse do të flasim në vazhdim. Shumë e rëndësishme. Se dhe mu kur më thënë një herë po flasim për tevekulin, a di sikur mendova që është temë që është folë, është për fol. Po në anën tjetër mbështetja në Zotin realisht është kulmi. Abedin është ai thelbin është më i madh i fesë. Padyshim, është prej adhurimeve më të rënda, nëse më me thonë më të rënda, por edhe më të larta të njëjtën kohë. Dhe është prej adhurimeve e cila do thotë është prej adhurimeve e cila të ndihmon për të arritur dashurinë e Allahut. Edhe për çfarë arsye duhet të vazhdimisht ta rikujtojmë veten edhe të tjerët që ta ngrisim ose thjesht ta vëdësojmë veten edhe të tjerët të jemi më të fortë në këtë aspekt të çështjes e tevekulit. E çka është tevekuli? Tevekul, nëse muj me përmbledh si definicion, është të mbështetesh në Allahun, do të thonë ti dorëzohesh atij, të mbështetesh në Allahun paraprakisht, duke i marrë sebepet për çdo gjë, edhe me alon Allahut në dorë pa as më të voglin dyshim. Kjo pjesa e fundit është kryesorja e tevekulit, nëse muj me thonë. Do të thonë ti mbështetesh Allahut duke i marrë sebepet edhe me alon Allahut në dorë me ju dorëzu total pa as më të voglin dyshim që do të ndodh ajo që ti ajo që ti e kërkon prej Allahut. Do të thonë thjesht mbështetje kur ti nisesh për një punë, kur ti nisesh për një diçka me bë, padyshim që ki me i marrë edhe sebepet. Nuk mundesh thjesht me thonë për shembull kry fakultetin pa lexu kur. Pa lexu kur ose pa him problem ose diçka. Pra, do thotë dush mi marr patjetër sebepet. Mirë po, pastaj me alon Allahut çështjen në dorë. Ajo çka është prej anës tonë, me i marr, pastaj me alon Allahut në dorë, po jo vetëm me alon, po mos me dyshu pastaj që ka më u bë ajo punë që ti ki me arrit. Kjo është shumë e rëndësishme. Kur thash pa herët që jo rastësisht e kom e kum marrë këtë temë, ndoshta në angazhimet e mia që i kum pas me ligjërata në për xhamia, në për mexhlise të ndryshme, muj me thonë që përveç nëse kemi pas të caktuar temat rrallë herë kemi pas të caktuar, shumicën e temave ndoshta muj me thonë në bazë të zhargonit të xhamatit që e kemi njoftën e kemi përcaktuar, mirë po ndonjëherë ose shumë herë, muj me thonë që më së pari kemi këshillu veten, pastaj edhe të tjerë. Ndoshta i kemi bërë përzgjedhjen e temave kur kemi pas nevojë më shumë për veti, për çat temë, sepse e dim që fjala që del prej zemrës mrin edhe në zemër, apo ndoshta mundet dikush shumë bukur me e thurr një temë në mënyrë shumë akademike, në mënyrë me ajete kuranore përmend arabisht, shqip, me hadithe, me mendime dietarëve, me krejt komplet çu përgatitet një temë në bazë të mësimeve që i kemi marrë. Mirë po nëse është sipërfaqësore nuk ndjehet. Nuk ndjehet. Kjo po ndonjëherë dikush ndoshta 2-3 fjalë ti thot, po prek shumë zemra.
Pse se e thot prej zemrës. Një, do më thonë, nëse muj me thonë, tash nuk po thamë që kom bo diçka ose kështu, mirë, po Tevekuli ka qenë një temë që ndoshta me jetën e kom mësu qysh me ju mbështet Allahut. Nuk e dija e kom mësu mirë, nuk e dija e kom arrit qëllimit, po muj me thonë që për zgjedhja e temës ka qenë si shkak i një përvoje personale që e kom pasën, që kom arrit, do më thonë që nështë muj me thonë që kom arrit me kuptu çështjen e Tevekulit. Kjo ka qenë ai shkaku më përpara. Kime na i mësu më ndej edhe që të përvojën personale, se kur e the që mos me pas dyshimin ta, fillove pak me Madrid dhe mu zemrën po ka dalë, a jom ka e kuptoj tamam Tevekulin, a nuk jom ka e kuptoj. Kjo është ajo që thash kemi nevojë për këshill dhe për rikujtim ndaj njëri tjetrit. Ndonjëherë një fjalë thash e dikuj, mundet me ndiku shumë te na. Mbase unë e kom majt ligjërata për Tevekulin edhe ma përpara, për çështjen e mbështetjen në Allahun. Edhe kom pas njerëz nështa prej studenteve, prej xhamatlikeve, nështa që kanë thonë, Allah shpërblef se sa mire ke sharrue, kështu. Unë që tash të jam e bindur, për shembull, një musibet, një sprovë vetën që e ka pas caktuar, edhe tash e di qysh. Po thellë në vete, unë nështë shumë bukur e kom thurë. Kjo ka qenë ndoshta prej begatisë të Allah, që Allah ma ka dhënë pak oratorin, edhe kom ditë me i lidhë shumë mirë që te tjetri ka ndiku pozitivisht. Po unë për vete, ndoshta shpesh herë në sprova ose në përballje me sprova, se thush ti mbështetesh Allah të është tjetër gjë, e të përballesh drejt për drejt është tjetër gjë. Që kjo është ajo që mos me dyshu, në fond. Pa ta kërku një herë prej dikuj më të dishëm, prej një hoxhe, pa të thonë, qysh është me ju mbështet Allahut? Unë thamë që i mbështetëm Allahut, ku më këshillu të tjerët, më kanë falëndëru, po shpesher po e shoh vetën që po bi. Për shkak normal, se cili njeri që i ka sprovat edhe sfidat e veta gjatë jetës. Po kaj, për shembull, nëse për lutna për një diçka, po e kërkoj, po prap po dorëzojna. S'po jam e sigurt që ata që ma pa thonë, nëse muj me cek kështu, konkretisht nështë edhe biseden që e bënëm pak ma herët, çështja e personale, nëse muj me thonë, edhe pse nështë asë pata më plan me cek. Unë me shumë qef për presjo se është diçka që me vërtet e dëshmon në njërën anë, natyresht na dim që Zoti bën mrekulli, edhe çdo kush e din, prej krijimit të qelizës, të universit, edhe gjithçka që na rrethon. Po kur janë do çështje konkrete, apo të prekshme, po mendoj edhe aspektin emocional që e prekin, edhe përvojën e dikujt që e ndon me tjertë, atëherë mirët pak ma afër zemrës. E për çto po kam qef me nda. Thash nështë ma herët absolutisht nuk e kom mendu për me e cek këta, po për hatër të asaj që inshallah të dikush ka me ndiku pozitivisht, edhe të dikush ka me ngjall shpresë, nuk hezitoj me nda. Përvoja jame ka qenë të thotë që mas shumë viteve Allah më ka gëzu me fëmijë. Mas shumë viteve tash, henëm edhe po flasim tamam. 18 ose 16 vjet? 16 viteve. Mas 16 viteve jam bonan, do thotë që i bjen, po me i mbledh kështu total nështë ta i bjen 7-18 vjet. Aty, më thonë, edhe jo veç non, po 3 fish non, do më thonë 3 njakt ka gëzu Zoti. 2 djemë edhe një vajzë. Po, alhamdulillah. Kjo është një begati Allah që Allah ka vendos ashtu me na gëzu, edhe alhamdulillah, Allah e bofti inshallah që t'jenë prej atyre që do t'i shërbejnë dinit Allahut, do t'jenë prej atyre që do t'i ndihmojnë njerëzimit në përgjithësi. Kjo ka qenë edhe synimi jonë, mirë po kudeshta me thonë aty paraprakisht që të mbështetja. Do më thonë për që të sprove ki fjallën. Po, ndonjëherë kur nuk shkëshin punë si duhet, bisha me një fjallë. Edhe po e pyes një hoqë, thash, çush është me ju mbështet Allahut, thash, pavarësisht që asaj që unë e tjerëve ndoshta ju kum fol për mbështetjen e Allahut për Tevekulin, po e shoh vetën që po bi. Edhe ai e kuptoi që tha, nuk është ta çush po e mendon, tha ti, tha, po e komplikon. Thash shumë e thjesht. Thjesht me rahatu zemrën. Ai mora se bepet. I more se bepet, po. I besove Allahut, thjesht rahatoj e zemrën, nuk është punë e jote anej mo. Që kjo thasht? Edhe unë ala mendova, thash, po, nështa unë edhe ku mbo qështu, po jo qështu qëshe ndjeva thash. Për që të arsye, thash, është prej veprave më të rënda çështja e Tevekulit, edhe më të larta.
më të rënda, se ti e din me spjegu, e flet, e thu, ju tregon, i ndihmon të tjerët, mirë po është çështje që ndihet. Drejt për drejt e zemrës, pa u ndje, pa e ndje thjesht nuk mundesh me thonë që e kum kuptu. Nuk mundesh me thonë që e kum kuptu. Edhe prej momentit kur e rahatove zemrën, atë shkoj në periudhë më gjatë kohore kur vesh tërë? Ka pas luftë brenda vetes. Padyshim që ka pas luftë brenda vetes, se friksohesha se mos po bjem për një me. Mirë po, elhamdulillah që jena muslimane dhe kena shembuj, kena mrena për mrena Kuranit edhe Islamit që na rikujtojnë që edhe na drejtojnë her pas hera aty ku duhet me konë. Mbinte në mend për shembull historia e Zekerias a.s. Jakubit a.s. në fakt, sa shumë ka qajt për Jusufin a.s. e sa shumë më mërzit, e sa mall ka pas, dirisa edhe është vërbu. Edhe ndonjëherë kritikojsha vetën ose thjesht dikush tjetër prej anash, ti je muslimane, ti dush me kanë fort, qysh s'dush me dorëzu. Po lote, mërzia, malli, nuk do të thotë që ta prish jetën me Zotin. Nuk do të thotë që ta prish të vekulin me Zotin. Po Jakubi a.s. A ke pejgamber? Pa nuk ju mbështet ai Allahut? Po shkoj deri në vërbim duke qajt për Jusufin a.s. prej mallit. Pra, janë shembuj kuranor që na ndihmojnë edhe na rikujtojnë që këto punë janë Zotit. E masi erdhen ato 3, po thëmë me laqë, se na si popull thoj me laqë. Sa është që tash sfidë, se i ki në fazën më të vështirë të rritjes. Sfida. Do më thonë i kanë 2 vjetë e gjystri, nëse nuk ka bëjë. Sa po është vështirë 3 me mrimi, mi nëzonë në përshbe? Elhamdulillah, si musliman duhet për një me rikujtu vetën, pavarësisht kësaj që ankesat normal, na si njerëz i kemi edhe në rahati ankes ka në dynja. Padyshim, edhe kur i ki edhe kur si ki edhe krejt, po e rëndësishme është me ditë me u përballë me sfidat përpara, edhe elhamdulillah mundohemi mja rikujtu vetës edhe tjerve ajetin kuranor, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha, dhe thëtë Allahu nuk e ngarkon askën sa s'mund me bajt. Edhe ke pushu 16 vjetë. E ke akumulu energjinë, inshallah Zotë t'i runë, t'i rritë me mirësi, me shëndet, edhe t'i bëndo beshëm për këtë qoqëri. Rab du të me shku me një blok të shkurt marketingu, të rikthehemi tani për temën që e për diskutojmë. Denovo, fabrika turke për prodhimin e dyshekëve dhe shtretërve të fjetjes, si dhe mobiljeve dhe aksesorëve tjerë shtëpiak. Pas suksesit të treguar në shtetet evropiane, Francë, Gjermani, Holland, Rumani, tashmë edhe showroomi në Prishtinë i bashkangjitet këtij suksesi. Denovo, së fundmi është prezent edhe në shumë ambiente dhe familje shqiptare e mëgjerë në rajon. Çdo gjë që nevojitet për mobilimin e shtëpisë suaj, shtretër gjumi, dyshek të llojeve dhe dimensioneve të ndryshme, mobilje, tepet të kualitetit të lartë me shije e klasë të veçantë. Gjindemi në kilometrin e 5 të magjistralis Prishtinë Ferizaj. Na kontaktoni në numrin e telefonit 048 833 666. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB. Vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtojnë në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend.
Të dashur shikues, u rikthyem prapë në studion e emisionit Reze, ku jemi bashkë me Rabia Çallaku Mahmutin, me cilën po flasim për tevekulin, përkatësisht për mbështetje në Allahun. Sa është e rëndësishme kjo mbështetje, si duhet të mbështetemi në Zotin, edhe inshallah tash në pjesën e dytë do të diskutojmë pak edhe do të përmend në fakt ndonjë shembull të tevekulit që ne t'ja marrim dorën pak më shumë se ndonjëherë duket që po den shumë për një temë, po kur fillon mendoj që nuk po den kurrë. A ka lloje të ndryshme, varësisht prej sprovës ose prej rrethonave tjetër është edhe mbështetja në Zotin? Po, dietarët i kanë cekë, do të thonë janë mundu me i grupu në disa grupe. Edhe pse kur po hulumtoja për këtë temë, Ibn al-Qayyim el-Jauziye kishte disa pak më të detajuara, do thotë çështjen e tevekulit dhe ndarjen, do të thonë në kategori të ndryshme, por dietarët në përgjithësi i kanë ndarë në disa grupe, në 4 grupe, nëse më thonë, sa jam mundu me i përmbledh. Tevekuli i parë ose pjesa e parë e tevekulit është që të mbështetesh Allahut, që të ruaj fen, të ruaj shëndetin, të ruaj edukatën, moralin, që ka të bëj, çdo gjë që ka të bëj me ty, si person. Si person, kjo është i mbështetë Allahut për veten tënde. Me të ruajt fen, me të ruajt shëndetin, me të ruajt edukatën, moralin, fen. Pra kjo. Edhe është prej tevekuleve, ose mbështetjet në Allahun të lavdëruara. Pastaj tevekuli i pejgamberëve, ata nuk e kanë pasur për veten e vet, po kanë pasur për çështjen e dinit Allahut, për përhapjen e fjalës Allahut. Do thotë çdo gjë që e kanë bërë në shërbim të Zotit. Thotë nuk ka pas diçka me çështjen personale, po ka qenë për, domethënë, një lloj mbështetje në Allahun e specifikuar, nëse më thon, për të dërguarit e Allahut. Edhe kjo sigurisht e ka vlerën e vet edhe është, nëse më thon, më e lartë. Pastaj tevekuli në çështjet e kësaj bote, për shembull dëshira, martesat, pasardhësit, pasuria, dituria e tjera, dhe çështje që ka të bëjë me njerëzit në përgjithësi, po me çështjet e kësaj bote. Do të thonë është në formë pak më e përgjithshme, edhe kjo është një prej mbështetjeve të lavdëruara në Allahun. Edhe është shumë interesant tevekuli ose tevekuli i 4, nëse më me u shpreh kështu, është për arritjen e diçkaje që është ndaluar, ose me ndalu një diçka që është e lejuar. Thotë, kjo është shumë interesant. Shpjegonaj pak se kjo Allahu padyshim që nuk i zhgënjen edhe këta njerëz. Ja u mundson me arrit, për shembull, në diçka që është ndaluar. Thjesht kanë bindjen që kena me emri. Çka do të qoftë ajo që është jo në rrugt të Zotit, nëse po i thonë, ose që është diçka haram e ndaluar. Për shembull, donë me arrit një... Unë për shembull kam dashur me u bë aktore. Kam dashur me studiu aktrimin. Edhe kam pas shumë sfidë me i mshu sakit kësaj pune. S'është për ty, për shkak të aspektit fetar. Po, ndoshta nuk e kisha shti aktrimin këto, për arsye se aktrimi ndoshta është pak më e gjanë, e rrok rreth më e gjanë, se nuk e di, personalisht ndoshta nuk guxoj të thonë që është haram. Po, dikush edhe nuk e bën, po unë e kam konsideruar haram se ti je lidh në atë aspektin fetar që mundet me t'u jap role të ndryshme. Po, nëse spjegon, nëse studion aktrimin, s'besoj që është haram. Jo, me studiu si fush, po me nisë atë ka shumë... Pra, si ti mundesh me bo për zgjedhje pastaj. Nush me bo për zgjedhje. Gjatë akrimit, po mënoj gjatë studimeve nuk e di nëse ka diçka, ose që shkon se kam idenë. Mos ma të luhat trunin tash në pleçnitra. Po, nuk e di, do të thotë përderisa s'kam njohuri për atë fushë, nuk e di, po nuk kisha thonë që s'kisha guxuar me thonë. Dashta me zbërthy pak me kuptu ma... Çështjet e ndaluara, për shembull, nuk e di, diçka konkrete, kështu që nuk po m'lidhet diçka konkrete, ose për shembull me mujt me arrit një kredi, ose për shembull me mujt me arrit me marr me thy i bank, ose me thy një dyqan diçka me marr pasuri, mja thy dikujt, mja marr hakun dikujna. Mirë, po, më thonë, i merr të gjitha shkaqet, edhe je e bindur që ka me të një mu Zotit se kime mriti që ata. Kjo është çështje ndalume. Allahu nuk e zhgënjen. Për shkak se me të vërtet ju ka mbështet Allahut. Mirë, po do t'jap përgjegjësi pastaj. Apo kupton? Do të thonë edhe në çështjet e ndaluara. Edhe në çështjet e ndaluara, tevekuli, do të thonë dietarët kështu i kanë klasifikuar, Allahu nuk e zhgënjen ata të cilët dojnë me i arrit këtë gjëna. Mirë, po përgjegjësia
është mbetet aty, po. TV Kuli, thash, është qelsi çdo mirësie. Është qelsi çdo mirësie me të vërtetë. Është për me arrit kënaqësinë e Allahut, për me arrit dashurinë e Allahut. Nëse ti mundohesh me punu me TV Kulin, me mbështetjen e Allahun për çdo gjë të kësaj bote, edhe të botës tjetër, ose thjesht me i përmbledh këto lloje të TV Kulit, padyshim që Allahu nuk e zgënjen robën asnjëherë. Përderisa nuk po e zgënjen edhe këtë kategorinë që do thotë për mbi arrit qëllimet jo të mira, domethënë nuk e zgënjen Zoti, çush është halli atij që i mbështetet me të vërtetë Allahut. Kthehemi pak tek çështja e pjesës, po mendoj, e çështjes parë të TV Kuli, mbështetja për rujtjen e vetës, të fesë tënde. A vjen kjo me ndonjë dua që njeriu her pas here e bën? Po Zot, ka shumë raste kur thua Zot në këtë vorbull të dukurive negative, për shembull, rritja e fëmijëve, veç mas adoleshentave, është shumë sfidë. Edhe mu si nana i herën bjen me thonë, o Zot, unë jam të ja bë sebepin, unë jam të u mundu. Po është shumë vështirë, veç ndër tone. Adhe nuk kam çka të hargjohen në herë mekanizmat. Qëre, kjo botë është ndërtuar mbi shkaqe, të sebepe. Mirë po, çdo sebep ka sebep tjetër. Çdo sebep ka sebep tjetër. Pra, çush mujna me sqaru këto? Për shembull, çështja e çdo sebep thash ka sebep tjetër. Allahu është një prej emrave të Allahut El Wakil. Pa dhënë urdhër ai nuk realizohet asgjë. Pavarësisht asaj që e tham si definicion që me ju mbështet Allahut, me marrë sebepet edhe me ju dorëzu Zotit, po pra pa thonë ai El Wakil nuk arrihet qëllimi. Për shembull edhe tek pejgamberët, te TV Kuli i pejgamberëve ku tham këto. Edhe te kjo pjesë këto, nuk kish me vlet as pejgamberllëku, as mbështetja, as puna, as sfida, as krejt jetën që e kanë bërë pejgamberët në rrugë të Zotit, po të mos kish dhënë urdhër El Wakili me u kry kjo punë. Prandaj edhe në këtë botë, elhamdulillah, që kjo është ajo shpresa që neve na mban se dikush thotë unë po mundohen api bëj punë te pjalo Allahut e sa në krejt po prapë kam frikën. Kjo frika është diçka normale që te secili ndodh. Edhe është diçka që neve Allah na ka kriju të tillë. Mirë po, atë rahatin mrena ti e ki bindje. Këtu ndërlidhet pastaj edhe mendimi i mirë me Allahun. Nëse muj me thonën. Çush është hadithi i pejgamberit alayhis salam që thotë Allahu është me mendimin e robit. Çush mendoj që ashtu bëhet. Çush mendoj që ashtu bëhet. Edhe vallahi, billahi, tallahi nuk bëhet ndryshe përveç se çush mendon për Zotin. Pavarësisht nëse na krejt të tjerat mundohemi me i bë, po mrena për mrena e kem atë luftën që nuk është ajo dorëzim total. E që ta na duhet me mësue, e që ta mësojnë sprovat e jetës. Të ndërlidhi prapë me atë personalen, sigurisht dikujt ka me ndihmu dhe ka me ju ndërlidh me çështjet personale të tyne. Gjatë procesit, kur po i mundoja me i kry këto procedurat, me morë sebepet e mia, me mjek për, inshallah, që në të ardhme për me u bo prind, më kujtohet, e pata pyet doktorin, edhe i pata thonë, doktor, mirë, krejt i marëm, i bojmë këto, a ka siguri? Nuk e di pse merdha ajo, është diçka njerëzore, është diçka që të vjen me thonë. Sado që ti lufton ishe nis me ata që Zotit ja kum lënë edhe u kry gjithçka këto sebepet i ku marr. Tha, fatmirësisht që fetar është edhe ai, tha, na pi marr mi punë, tha, sebepet tha, aty tha vendos tjetër kush. Merr turp prej vetës. Pse e thash, adem me një farë formë i rash pishman, po e kuptova që është diçka njerëzore. Pastaj të njëjtën ku, po njëjtë me doktoresh tjetër të bisedu, pi tham, kom me të pyet diçka, po veç pak po thotë çse jam në zonë, çse kështu, çse unë kisha një pyetje dësha me vet. Edhe këtu dësha me vete, shumë sinqerisht po e tham prej zemrës që dësha me thonë, a është e sigur që ka me ndodhë? Se di pëse më vikës është njerëzore, thash. Ma kujtove tash. Edhe në momentin që u vënu ajo, më falë, u vënu, kur ardhë, tha, po pata me pyet diçka, mu për në moment më ranë mend që, po ka dalë ti, aja kelon tjetër kuj, shka kimi lu, po kjo është sebepi, ti e sebepi, kjo sebepi, ku? Edhe i di që kumë rahatu zemrën edhe ka qenë çështje e kryme prej atij momentit, kur e kumë rahatu zemrën, e di që ka qenë çështje e kryme që ka me ndodhë mrekulli. Edhe fatmirësisht tham se këm fillim të emisionit, kjo ka qenë mrekulli me të vërtet e trefisht, gjatë që nuk
nuk e kom imagjinu, absolutisht. Nuk e kom imagjinu, po ka qenë kjo prej Zotit. Vërtet prej Zotit edhe është urtësi, është sfidë shumë e madhe, po është një urtësi shumë e madhe që nështë më ka vë me kuptu shumë çka prej përpara, prej shumë viteve përpara, do thotë sprovën që e kom pas më përpara, nështë më ka vë me kuptu kretat pjesa nej, edhe më mirë sot që nështë dikuj tjetër muj me ja thonën, edhe muj me i thonë që vishë rahatoj e zemrën se në çka do, edhe te edukimi i fëmijëve që tash është sfidë e radhës, edhe sfidat u rrit fëmijët, po rriten edhe sfidat, sa thu e kalova këta, tash më u kry, ja, thotë rritet. S'kena orë në dynjall për me pushu, duhet m'ja rikujtu vetës vazhdimisht që për një mes s'kena orë në dynjall me pushu, edhe Allahu na dhash forcë mi përballu gjitha sfidat, duke ju mbështet atij, duke ratu zemrën edhe duke pas mendim të mirë për Zotin. Kur jemi të mendimi mirë për Zotin, është një çështje që ndoshta vështirë arrihet, po sigurisht që njëri për me meritu veç mas mendimin e mirë të Zotit. E kisha thënë që kjo është me u lut me bindje, qysh me u lut me bindje? Me u lut me bindje që ka me ndodh, nuk bëhet ndryshe. Po e ceki vishni sigurisht shikuesit edhe musliman përgjithësi, nështë e kanë dëgjuar një ligjërat të Hoxhës Mir Latifin, kur ka pas një sprovë vetën në lidhje me shkurjen e jargëve, diçka kështu, nëse s'gaboj një sprovë për shkak të operacioneve, për shkak të lëndimeve gjatë që është plagos, më thonë, luftë. Më thonë, kur i kanë shku jargët, e tregon ngjarjen e vet që ka shku në Çabe, edhe mjek nuk i kanë dhënë shpresë absolutisht në Turqi. Dhe i kanë thonë kjo kime pas gjatë gjithë jetës. Edhe kom shku thot në Çabe, kom bo umre, thotë edhe kom shku Allah thot në Çabe, kom marrë ujin e Zemzemit nëse s'gaboj, ka mundësi në detaj të vogël me gabu. Thotë edhe kom luta dhe vallahi nuk dal prej këtu ujit pa më shërue. Thotë edhe kom pas bindjen e kom di që Zoti më shëron, ti ke thonë edhe u kry. Më thonë që kjo është ajo dorëzimi total të Allahu që ka me ndodh edhe vallahi billahi nëse e ushtron, nëse më me thonë me ushtron veten për me bind, duke marrë sebebet, duke ju mbështet Allahut, edhe duke lut Allahun me ta dhënë që të farë rahatie në shpirt, nuk ndodh ndryshe. Edhe ndodh ajo çka edhe më e bukur, ka shumë rëndësi edhe të çështja e martesës, kjo vendosmëri në dua dhe kjo mbështetje fuqishme. Padyshim. Në çdo gjë në jetë, jo vetëm te martesa, në çdo gjë në jetë. Se këto janë do pika pak më të ndihshme që njerëzit i kanë. Po, edhe të çështja e fëmisë, edhe çështja e sebepeve, edhe të çështja e pasurisë, edhe të çështja e rahatisë në familje. Dikush thotë për shembull, kena krejt mira sa ne thotë, po kur nuk duhemi, shkojmë rrungas mes vetë ose diçka. Për çdo gjë, domethënë, për çdo gjë të kësaj dynjaje, duhet thjesht me ju mbështet Allahut edhe me i kërku atina, me bindje. Gjeneratat e hershme, sahabët, edhe për lidhëset e këpucave kanë bo dua. Që për ne e thëmë, tash edhe që dua mua, abden. Allahu e dënë zonën e ati që i përgjërohet, që i lutet. Po pa dyshim e ka në bindur, pastaj të çështja e pranimit duas, aty ka shkallë, dhe aty janë ato për shembull kushtet e veta. Jo kushtet, po është e pranuar gjithçysh duaja. Po ti duhesh me ushtru veten që Allah ti jetu e bo duan, ti duhesh vazhdimisht me lut, po pe du që ta Zoti jam. Me ngulm lotë, sikur fëmia që i lut prindin. Ma kujtove nënën teme, të kaloj edhe në diçka personale, megjithse u diagnostifiku me një smundje të rëndë edhe përjetum rënë krejt familja. Edhe shumë e qitë. Zoti e qënë sprovën të qaj që mundet me bajt, edhe veç për më qërtoj, qika jeme? Tha, vdekjen e gjelin e caktën a i naltë. As një ditë ta nuk mund me ma shtyn këta, as nuk mund ta me ma ofru kërkosh. Ka kodha që u shkruaja punë. Edhe do me thonë, ka qenë shembull i mbështetjes, natyrisht edhe i mendimit mirë. Edhe kur her pas herë u mundojsha që gjithë njerëzit që kemi vesë edhe që kemi pika dopta, shanon për që ta është mirë me u pëndu, apo din për na i fjallë që në herë e kelshu qofë me ajgarët. Unë e kësmet në lullat gjenetit. Edhe filloj ke me ja përmend vetës veprat e mira që i ka bërë gjatë jetës, edhe që e ka ndalu vetën prej gjanave të këqija, veç për faktin që e ka dash takimin me Zotin. Në i herë e kom një lloj frike, thëmë, nënat e tona kryesisht kanë qëndru në shtëpi, me punë të shtëpisë me fëmijë. Nuk janë harxhu shumë jashtë amurave të shtëpisë, e thëmë,
ju ka rujt sabri për momentet e fundit jetës, ose për vitet e fundit jetës. Shpesh po ndodh me pas këtë frikë për neve që po na bjen me punu jashtë shtëpisë, a kemi me pas qatë bagazh, qatë torbën e sabrit në momentin kur kam më navdasht mas shumë të. Qëre, A jo në rregull me këtë frikë, të shfrytëzoj emisionin pak për vete? Po, që kjo është ajo që la yukellifullahu nafsan illa wusaha. Kjo është ajet kuranor në surën Bekare që me të vërtetë kum pas në parim një jetë. Gjithmonë jetë e kum mendu qëta. Dikush më ka thonë, për shembull, ose e kum një dikujt u i thonë që qysh po munesh me bo sabër. Po pa dyshim që Allah s'ngarkon sa s'mon me bajten. Asnjëherë nuk mund me ngarku sa s'mon me bajten. Allah ta çon sabrin, pastaj ta çon sprovën. Dini rast njëherë një shoqe jamja pa thonë, në shtaj njëti rast, thot kur ma diagnostiku në anën me kancer, thot mu bo zamra gure. Thot u të qa, a se duhen e nanën tem, s'po mërzit na, pse? A din tha, e kritikoj shavitën, tha thësha, zotë jam, shka A jam në vete, si e pime, tha. Për deri sa për shamu nështa për dikant tjetër me një, tha, më ka mush syt me lëtë, më ka therë zemra, kështu, tha, heq, tha, një farë, sin ajrë, tha, shpirti, tha, më reke. Nuk më isha, tha, me e besu, tha, që thësha, o, zotë jam, falim, nështa s'po e du në anën. Nështa për një mes s'po e du isha mjaftushme se pas në di din qëtë moment. A din, po jo, që kjo është, tha, aj sabri, që kjo është aj rahatia e shpirtit, që Allahu ja bën risk, këshire, ja bën risk. Edhe çështja e rahatisë, edhe çështja e sabrit, edhe çështja e tevekulit të mbështetjes në Allahun, është risk për Allahut. Që ata duhet me lut Allahun me na furnizu me këta. Se nuk ka rahati dhe nuk ka kënaqësi më të madhe se sa me kanë një tat me Zotin ose me kanë e dorëzuar total te Zoti, edhe me pas mendim të mirë, edhe nuk ndodh ndryshe. Dim shumë shembuj. Rabi Allah të shpërbleft. Inshallah na e bën risk me e pas një mbështetje maksimale në Zotin që çka do që na vjen, edhe çka do që s'na vjen, është në dorë ti. E unë të falenderoj shumë për kohën. Nëse ki diçka për fund, se erdhëm. Jo, neve nashta na kanë metën edhe shumë sene tjera, po u ndërlidhëm bisede dhe u kënaqëm ke bisede këndshme. Shpresoj që nuk ka qenë diçka që Allah nuk është i kënaqur, edhe urojmë që kemi ndihmu dikujna diçka, të kemi lanë një fjalë të mirë, një diçka që i ka prek zemrat edhe i vedison se qysh me ju mbështetë Allahut, i vedison edhe Allah na forcoft edhe neve edhe gjithë muslimanët. Amin, inshallah. Zoti trujtet nderoft. Faleminderit shumë të dashur shikues, ju falenderojmë të gjithëve që ndat kohën me qenë me neve, po shpresojmë që kemi përcjell një emision me shumë emocione, me shumë përvoja pozitive që inshallah kanë më shërbyt gjithëve që po na ndjekin. Mbështetja në Allahun duhet me qenë prej ndjenjave më të fuqishme që na duhet me rujt me xhelozi, sepse ka shumë mirësi prej saj. Mirëmbëjtje.